Tani, do doja të mbaja dhe nuk e di nëse ke kohë dhe një 7 minuta, sepse doja të flisnim për frutin e stinës që është fiku, edhe do doja disa informacione ju si nutricionist për të rekomanduar tek audienca jonë. Pse dhe çfarë benefitesh ka fruti i stinës siç është fiku? Janë dhe fruta të tjera, por ndoshta në hapësirat e t'i ndajmë së bashku. Ty të pëlqen vetë fiku? E konsumon? Fiku më pëlqen shumë dhe nuk duhet të ndahet në momentin që është koha e tij nga askush. Nuk ka asnjë përjashtim të, sepse fiku është një frut unik si frut në krahasim me frutat e tjera. Këtë duhet ta dimë. Është i vetmi frut që përmban lule brenda vetes së vet. Dhe jo lule, por një komponent lulesh dhe nuk i lulëzon kur jashtë vetes së vet. Ai lulëzon fshehurazi dhe si thonë Hipokrati, ky lloj lulëzimi është si shëndeti jon i brendshëm, si emocionet tona, si gjaku jon dhe në fund jep një energji jetësore. Fiku është vërtet unik sepse përbërjet e tij ushqyese, mënyrën se si rritet, mënyrën se është quajtur dhe lashtësi fruti i mençurisë, edhe nga aspekti terapeutik dhe shëndetësor është nga më uniket, sepse edhe struktura e tij botanike është bërë sepse është një lloj grezë e veçantë, e cila është simbiozë unike me fikun për ta prodhuar. Pa njëra tjetrën as fiku nuk bëhet, as grenza nuk mbijeton. Që ta dimë. Është i vetmi frut që ka një grenzë që shkon për ta krijuar. Fruti i fikut është përmendur jo kot edhe në librat e shenjtë, në Kur'an, në Bibël, edhe në librat e hindu. Pra është shprehur për arsye të mirësive që ai ka. Sepse rrallë gjen një frut që ka një ekuilibër të rrallë midis sheqerit natyral, pra fruktozës, fibrës, kaliumit dhe antioksidantëve. Një perfeksion. Profesori i mjekësisë i Stanfordit, Christopher Garner, ka thënë një gjë shumë bukur. Në qoftë se ai ka marrë pjesë në disa studime për fikun dhe shumë probleme tjera dhe thotë, në qoftë se ju do keni një problem shëndetësor, atëre mos harroni që unë të parën gjë që pyes njerëzit, a keni konsumuar fiq? Në qoftë se ju keni një sëmundje, tregon që ju keni mungesën e fikut. Dhe ai thotë që duhet të jetë nga konsumuesët, domethënë nga ushqimet që në kohën e vet duhet konsumuar. Sepse edhe për alkalitetin që ai jep, edhe për elementet e veçantë që ai përmban, dhe për fitokimikatet që ai ka, e të tjerë e të tjerë. Tani le të themi se çfarë bën fiku. Fiku redukton kolesterolin, ndihmon në pagjumësi. Ndihmon është edhe më mirë se çajra bimor, se shumë çajra bimor që ne kemi përmendur. Po të vëm fiku dhe çajrat bimor, fiku i anashkalon shpejt e shpejt të gjithë çajra. I kalon dhe shumë para në radhë. Është stimulues i jashtëzakonshëm për problemet hormonale. Për memorien, shumë i fuqishëm. Probleme me kolitin, me kapslëkun, me kancerin e zorës, kancerin e prostatës, të vezoreve, kancerin e mushkrisë, kancerin e lëkurës, kancerin e trurit, janë të gjitha të studiuara. Ndihmon në stabilizimin e tensionit. Është një pastrues detoksifikues i gjakut. Për zërin e ngjirur, nga më të mirët, për problemet e kristaleve, të gurve në veshka, për problemet e gurve në tëmbës, nga më të mirët. Është një nga kurustit më të mirë të anemisë, për rënien e flokëve, për problemet e epilepsisë, të autizmit, për problemet e sëmundjeve të mërqisë, për anksin, për stresin, për depresionin, për rigjenerimin e lëkurës dhe të qelizave, trajton problemet e urçave stomahut dhe dëmton ose eliminon në një farë mënyre edhe helikobakterin, trajton problemet e psoriazis, të akneve, e tjerë, nga nivelet e larta të mineraleve që unë po deshe ju a them se çfarë mineralesh ka fiku dhe çfarë elementës ka. Më shumë do më interesonte tek sasia e rekomanduar, se sa duhet të konsumojmë për të krijuar, le të themi, një siguri për sa i takon nivelit të sheqerit që ka, a mund ta konsumojnë dhe diabetikët, se ju thoni që ka gjithë këto vlera dhe ham 1 kg fiq në ditë, po çdo gjë është me moderuar, edhe fruti më i mirë. Ka një limit. Çdo gjë ka një limit, edhe uji i tepërt është problematike dhe mund sjellë edhe vdekje në ujë, që është i vetmi produkt që nuk ka nivel kalorik në botë, edhe që ne na duhet trupin ton, edhe kur pihet sasi ai sjell problematika në shëndet deri në vdekjen e personit. Frika më e madhe njerëzve është anashëndosh apo jo fiku. Jo, në qoftë se hahet në atë sasi jo, por nuk çdosh fiku asnjë edhe një herë. Duhet të kuptojmë. Në 100 gram fiq ne kemi diku 200 kalori. Por kemi elementë të tjerë të cilët stimulojnë nga niveli mineraleve, antioksidanteve, ku ka dhe karbohidrate, ka proteina, fibra e tjerë, ato stimulojnë gradualisht. Pra dhe niveli i sheqerit nuk lëshohet. Është ndryshe kur e marrim nga një frut, ndryshe kur e marrim nga një lëng. Nëse e marrim nga një lëng frutash të freskët, niveli fruktozës shkon direkt në mëlçi dhe patjetër akumulohet edhe niveli i frutas, edhe niveli glicemisë e tjerë. Tani,
element kryesor të fikun e është kjo. Një diabetik mund të konsumojë 1 deri në 2 fish në ditë. Ndërsa një person tjetër mund të konsumojë 2, 4 deri në 5 fish në ditë. Varet nga fiku, gjithmonë, apo nga kjo. Shumë i mirë janë dhe gjethet e fikut, për të menaxhuar diabetin. Gjethet e fikut janë nga më të mirë sepse kanë disa komponente bioaktive që ulin nivelin e sheqerit gjak. Ndihmojnë dhe përmirësimin ndaj insulinës, që duhet ta dimë, pra gjethet e fikut mund të përdoren për problemet të mitrës, të kisteve, problemet e mëlçisë etj etj. Pra edhe gjethet e fikut mund të përdoren s'duhet hedhur poshtë. Për diabetikët është kaq. Pyetje tjetër çfarë keni më thoni? I njoma po i thatë e fundit, se jemi në limitet e fundit të kohës. Kush ka më shumë sheqer, i freskët apo i thatë i fik? Më i miri është i freskëti, sepse te i thati kemi një problem, përdoren dhe sulfurite që i hidhen për të ruajtur edhe nga krimat dhe nga disa elementë parazitar apo dëmtimeve. Po kryesisht ka nivele më të larta të fruktozës dhe sheqerave, ndoshta edhe sheqerna të shtuar te fiku i thatë, por jo se nuk do ta konsumojmë, por më pak. Pra nëse konsumojmë 3-4 fish të freskët, mund të konsumojmë një fik të thatë gjatë një dite për shembull, një person, nga aspekti i vlerave që ka. Po më mirë është gjithmonë ushqimi kur është i freskët. Çdo perim. Pra edhe boronica është më mirë e freskës, sa e thatë, edhe kumbulla është më mirë e freskës. Patjetër. Por nuk diskutohet edhe nga aspekti i vitaminës, edhe nga aspekti i gjithë përqendrimit të elementeve. Po, për elemente po. Jo përqendrimi, disa elementë përqendrimit e fikut thatë janë më të mëdhenj, niveli i sheqerit, karbohidrateve etj etj më të larta të fikut thatë se sa të fiku njom. Por rekomandohet fiku freskët. Nuk kemi fik të thatë patjetër, 1 cop, 2 cop. Diabetikët duhet të jenë pak më të kujdesshëm. Tani është sezoni, kështu që le ta shfrytëzojmë në maksimum, se edhe nuk është zgjat shumë sezoni freskët e fikut, kështu që shijojeni për problemet hormonale që thamë të grave, të menstruacioneve, për problemet e plakjes, të lëkurës, të akneve, dëmtimin e ADN-s që është shumë thelbësor, është nga më të mirët fiku edhe ashtu të tjera që unë përmenda. Unë të falenderoj shumë për këshillat që ndam sot me publikun tonë, të uroj një ditë të mbarë. Me siguri. Faleminderit Altin. Shkëputemi tani për një këshill mjekësore dhe do të rikthehemi përsëri në Rrezet Dielli.